bëhet fjalë për sporte të ndryshme, pa diskutim që vendi ynë mund të rëndisë disa emra shumë të rëndësishëm, të cilët njihen brenda dhe jashtë kufive. I tillë është edhe Artan Kuqo për basketbollin në Shqipëri. Si sport, basketbollin ai e nisi që në moshën 10 vjeçare me klasat sportive, për ta ndërprer atë në moshën 33 vjeçare pas një kontributi të vazhdueshëm në këtë sport. Si basketbollist, Kuqo ka qenë pjesë e ekipit legjendar të Partizanit dhe ka luajtur për ekipin kombëtar shqiptar, ku ka kontribuar për këtë sport për vite me radhë, duke shënjuar edhe historinë me të vëllain Robertin. Ndërsa vet Artani ka kaluar edhe kufin të Shqipërisë, ku në vitet 90-91, kur ishte në moshën 25 vjeçare, luajti në Greqi dhe pasi u spikat si talent, qëndroi atje për 2 vite. Ndërsa në vitin 93, ai rikthehet në Shqipëri, ku luajti me Torin të Pogradecit dhe u shpallën kampion të Shqipërisë me Pogradecin për herë të parë në histori. Më pas, Artan Kuqo zhvendoset në vitin 95 në Maqedoni, ku bëhet pjesë e një turneu, kësaj here për të qëndruar atje për 3 vite e gjysmë, ku si pasojë një dëmtimi edhe të mbyllte kështu karrierën e tij në vitet 99. Megjithatë, veç tij dhe të vëllait, në sportin e basketbollit ka kontribuar edhe nipi i tij, Ermal Kuqo, i cili është një ndër basketbollistët të MNZ dhe i komentuar kohët e fundit. Me sa duket, basketbollin e ka në gjak si familje dhe teksa e vijojnë brez pas brezi, duke si një dinasti që ende s'ka mbaruar. Me një karrierë të gjatë dhe basketbollisti më i famshëm në vendin ton, Artan Kuqo vjen sot në vizionin e pasdites për të na treguar më shumë sa i takon jetës dhe karrierës së tij të suksesshme në sportin e basketbollit. Dhe me shumë kënaqësi e mbyllim me Artanin sot programin për të folur për vite shumë të rëndësishme të jetës së tij që përfshin pikërisht basketbollin, nostalgji shumë e madhe besoj Artan edhe kur sheh fotot. Unë të falenderoj shumë që je këtu. Faleminderit, një falënderim të veçantë edhe për juve. Në fakt më impresionoi pak edhe gazetari, sepse ju gazetarët jeni edhe një çik kështu që kishit gjërmuar edhe në pika që unë vetë nuk... I kishit harruar? Jo për të harruar, por nuk do t'i jepsha kaq shumë detaje, gjithsesi urime gazetares. Unë ju falenderoj shumë, kanë kaluar shumë vite në fakt dhe besoj kur ju flisni për fillimet tuaja duken shumë të largëta, po keni filluar si gjithë fëmijët me atë dëshirën për të luajtur një sport si u bët ju pjesë e basketbollit në ato. Si u bëra. Në fakt, duke qenë që unë me vllajin kam një diferencë dhe Roberti, vllai babai Ermalit, pra, ka luajtur, kam një diferencë për 13 vjetësh, është jo e vogël. Ai luante në Pogradec me të rinjtë e Pogradecit, unë isha shumë i vogël, para se të shkoja në klasa sportive, dhe që atëherë unë isha i angazhuar, sepse Berti në ato kohë, ose kohët kanë qenë shumë të vështira, mos shohim tani, luheshin jashtë, merrshin topat në shtëpi sportistat, sepse s'kishe. Dhe unë kur isha e mbaj mend, kur isha i vogël, merrsha topin dhe e utsha në krevatin tim, që ishte kështu rrethor, e mbaj mend si tani, domethënë që i sillte topat ai dhe që aty filloi domethënë të futet ajo ndjenja për basketbollin. Pastaj u angazhova në klasa sportive, duke qenë që isha dhe vëllai Robertit, sepse nuk isha në fakt në një shtatlartësi të dukshme, që të thorë që do hecim. Por atëherë në ato kohë, në vitet 70, ishin shumë të organizuara shkollat, ishin klasa sportive në gjithë Shqipërinë, që kishin edhe palestra edhe profesorë shumë të nderuar, si Niko Nacho, profesori im i parë, që në fakt ai më mësoi, po themi, ABC-n. Dhe aty pastaj mora radhë edhe në aktivitetet kombëtare me klasa sportive, aktivitetet spartakiadat që zhvilloheshin dhe që aty domethënë filloi dhe unë nuk u shkëput asnjëherë. Ka qenë familja besoj mbështetës, se për aq kohë sa ka qenë Roberti i pari që e ka nisur dhe basketbolli nga mbështypjen atë kohë nuk ka qenë ndër sportet më të preferuar, apo jo, pse ka patur vështirësitë edhe më të mëdha se sa mund të kishte futbolli për shkakun, që ndoshta të rinjtë donin dhe më shumë, ishte më popullor, nëse mund ta themi në këtë formë. Por në ato kohë them që edhe basketbolli ka qenë shumë popullor, edhe pavarësisht që unë kisha vëllain edhe atë e kisha si idhull, edhe ai ka qenë për mua, domethënë, sepse edhe vetë fëmijët, edhe tani në këtë kohë, për shembull, fëmijët e sotëm që të luajnë një sport, duhet të kenë idhuj. Siç flasim në futboll, për shembull që kanë Messin, Ronaldon, fëmijët e sotëm edhe të gjithë i çef me bluza që në ato kohë ne nuk i kishim kushtet. Unë të paktën kisha një mundësi, domethënë që kisha vllain tim, domethënë që me diferencë moshe, kur unë isha gati
10-12 vjeç, Roberti luante me Partizanin atëherë që kishte ardhur në vitin 71, domethënë e shifshim në televizor, po Gradeci një qytet i vogël, por shumë sportdashës edhe me basketboll, sepse kishte basketboll edhe meshkuj dhe femra dhe kështu që kam pasur shumë mundësi dhe që të luaja basketboll. Në ato kushte që ishin. Roberti është bërë pjesë prej shkollës apo kanë qenë prindërit ata cilët në fillim e shtyn? Jo, ka qenë vetë shtatlartësia, fiziku i tij që të tërhiqej ndoshta nga e tërhoqën trajnerët në fillim me Pogradecin, pastaj trajneri i famshëm i ndjeri Njaz Leshi e mori pastaj ke Partizanin në vitin 70. Shumë interesante në fakt edhe mënyra se si ka evoluar më pas. Dinastia ju e tha, teksa ne po dëgjonim materialin prezantues. Po, realisht ashtu edhe mbas shumë vitesh kur Roberti u konsolidua vërtet shumë mirë, sepse bëj një nga figurat më të shquara të basketbollit shqiptar, domethënë nga edhe me ekipin kombëtar në formacione, domethënë me shumë tituj, domethënë që në momentin kur e nisi dhe derisa e la, ai gjithmonë ka pasur tituj, domethënë nuk u shkëput nga titujt, ai ishte një favor. Gjithashtu edhe unë mbas atij kuptohet ndoqa rrugën e tij dhe në vitin 84 unë erdha nga Pogradeci. Jo se isha thjesht vëllai i Robertit, sepse në ato kohë nuk kishte miqësi, sidomos në klubin Partizani. Partizani ka qenë një klub i jashtëzakonshëm që ai në fakt merrte lojtarët më me vlera në gjithë Shqipërinë. Dhe aty pastaj edhe aftësitë e mia, por edhe ndikimi i tij, sepse nuk më lejonte asnjëherë që unë të bëja gabime, po gjithmonë më përkushtonte drejt punës, se vetëm puna të bën sportist. Nëse flasim pak, ju e thatë pak më parë që jo misia, ndonë se vlla juaj patjetër ka patur një kontribut rëndësishëm për ndoshta leksionet e para që mund t'i ketë dhënë atë ndihmën e të bërit pjesë e basketbollit, po ka bërë kjo ndonjëherë që ju të ndiheni pak keq, duke qenë se jeni pas tij apo gjithmonë ka qenë krenari? Dhe nga ana tjetër sa përgjegjësi e keni patur ju faktin që ishit vëllai i Robertit, edhe pse më i vogël? Për mua ishte përgjegjësi, por të thash e kisha si idhull dhe e kisha si shembull dhe që punoja shumë. Domethënë ai ka punuar jashtëmase shumë pa mbështetje fare ai, kurse unë kisha një mbështetje të madhe që ishte në ato kohë ishte një ombrell nga emri, por jo se kisha mbështetje nga njerëzit, sepse atje në klubin Partizani ishte formuar një punë e tillë që atje vetëm me punë mund të ecje, domethënë nuk kishte tolerime se ishte i vllai i Robertit, ai Gimfagut, jo absolutisht domethënë. Dhe kemi punuar shumë që gjithmonë ai ka qenë siç e kanë mbi kokë, domethënë që më kontrollonte, domethënë. Por unë pata fatin që luajta shumë pak me Robertin, gati më pak se një vit. Një vit, po. Dhe ka ndoshta edhe ju e treguat një foto, biles foto e parë ishte që luajtëm në një kupë republike. Për mua do ishte mbështetje më madhe sikur ta kisha në skuadër edhe 1-2 vjet të tjera, domethënë për të marrë unë. Por megjithatë edhe unë kam punuar shumë fort, domethënë që kam arritur deri atje sepse Partizani ishte shumë i vështirë për të qëndruar dhe për të qenë edhe titullar. Nëse nuk ishit i aftë, sigurisht. Nëse flasim, patjetër keni patur periudha shumë të rëndësishme dhe emocionuese, do të thoja unë, gjatë karrierës suaj, me rezultate dhe shumë të titujt që mund keni marrë. Kë ndani ju kur tregonin për karrierën tuaj, kur rrofeni pak ato emocionet e asaj periudhe deri në moshën 33 vjeçare që vendoset të tërhiqeshit, kush janë momentet më të bukura? Në të gjithë historinë janë vërtet, çdo vit kishte momente shumë të bukura, domethënë çdo vit kishim ndeshje shumë të bukura, shumë të vështira me Tiranën, me Vllaznin, me Dinamon që ishin këto skuadra dhe ato jepshin, po nuk mund të ndaj sepse ne nuk patëm ndonjë shkëputje, domethënë unë vazhdova 5 vjet të tjera, domethënë bashkë me mas Robertit edhe unë 5 vjet pa u shkëputur, vetëm një vit na mori Vllaznia në vitin 90 titullin kampion, që ajo na mërziti disi komplet Partizani dhe pastaj përsëri u rikthyem në titull. Por ato të mijat ishin më tepër në ndeshjet ndërkombëtare, kur në vitin 88 ne kemi luajtur me Zalegercek, një skuadër hungareze që arritëm kualifikimin dhe unë isha një protagonist me Gazmen Çaçin, duke shënuar 26 pikë të dy bashk. Pastaj shkuam, domethënë kaluam turin, sepse atëherë kështu ishin ndeshjet eliminatore, pastaj shkuam me Scavolinin e Pesarës të Italisë, kampionen e Italisë, një skuadër shumë e fortë, me Amerikan, domethënë që ne lojtari më i gjatë ishte me data golli 2-2 dhe një Gazmen Çaçi që luanim me shumë vështirësi, por me shumë dinjitet, domethënë mbusheshe përveç pallatit sportit që mbusheshe.
por edhe lojra dinjitoze, sepse ne ishim 7 shkurtë, gjuanim nga 3 pikëshi, domethënë bënim dhe lojë të shpejt, kuptohet edhe me gabime, sepse basketbolli në vetvete i ka dhe këto. Por kryesisht këto kanë qenë ndeshjen me Arisin, edhe foto që sapo kaloj me Niko Galisin, ato ishin për mua një ndeshje vërtet shumë e bukur, duke shënuar 36 pikë në ndeshjen këtu në Tiranë dhe 24 atje, që në fakt të gjithë, edhe kur ishte këtu Niko Galis ishte kampioni i Evropës para 2 vjet, kishte dalë me Greqinë dhe të gjithë njerëzit ju afruan sportistat për të bërë foto. Në fakt ajo më bëri shumë përshtypje kur shkuam në Greqi që luajtëm ndeshjen e kthimit. Ai më mori dhe më tha, të kërkoj unë që të bëjmë një fotografi. Shumë e bukur. Ajo ishte shumë interesante. Ka qenë emocionuese për. Shumë emocionuese ishte për mua, unë isha i ri, 25 vjeç, ai ishte në kulmin e karrierës së vet, domethënë edhe ajo më pëlqeu vërtet shumë, ishte shumë e bukur. Ne më flasim për këto momente të bukura, po ju teksa nisëm bisedën kujtuat pak ato vështirësitë që hasnit në atë kohë, sidomos kur filluat të merreshit me basketboll. Cilat ishin sakrificat që bënin në atë kohë basketbollistët dhe që tani duken surreale, pa imagjinueshme në fakt, sepse patjetër kemi avancuar në këtë sport. Tani edhe juve po t'ja them do të duket e çuditshme, por ne kemi luajtur jashtë, në terren jashtë. Po Gradeci ishte një vend i ftohtë, bindet borë, edhe i vëlla po ashtu pa i pak lujti, unë lujta një 2-3 vjetë domethënë më shumë dhe në një kohë të borë dimri është shumë e bukur, po Gradeci luante me të rinjtë, unë luaja me të rinjtë e po Gradecit dhe kishim një ndeshje shumë të bukur me Korçën, kryesisht Korça me po Gradecin sikur haheshin atëherë, po Korça kishte pallasporti dhe kishte edhe vërtet lojtarë më të shumë të mirë. Edhe në atë kohë binte edhe të borë duke i pastruar ato fushat dhe ne ishim të gjithë të rinjtë, po Gradeci në moshë, sepse në moshat e reja deri në 18 vjeç dhe pastaj kaloi ke ekipet e para. Ne ishim 16-17 vjeçarë, Korça i kishte më të rritur dhe ishin më të mirë. Realisht ishte skuadër e bukur. Atëherë që e mbaj mend ai kënd i lojnave që ishte në po Gradec, e mbaj mend si sot, ajo mund të kishte 3-4 veta, kishte shumë, domethënë diku aty ka qenë sepse tani i shprishur dhe kishte aq shumë njerëz dhe ishte shumë ftohtë me dëbor, po edhe balt dhe në momentin e fundit, në sekondat e fundit unë shënova një kosh që barazuam, sepse nuk mendoj që po Gradeci të shkonte deri në atë nivel. Dhe gjithë njerëzit kujtuan se sapo ishte vend 3 pikëshi në ato vite për 3 pikë, dhe gjithë njerëzit kujtuan se ne fituam ndeshjen dhe aty u bë mbush ai këndi domethënë 3-4 veta, po Gradeci qytet i vogël që mua më mbeti kështu dhe më dha një emocion të papar, domethënë dhe gjithkohës pastaj unë në dëbor dhe në shi shkoja që bëja stërvitje luaja. Këto ishin emocione shumë të vështira. Pastaj atë ndryshoi komplet kur erdha në Tiranë pastaj sepse Partizani ishte kushte edhe më mira patjetër dhe ndryshoni. Pse pikërisht në moshën 33 vjeçare u larguat nga basketbolli? Është 33 vjeçare, nuk është moshë e madhe shumë, por edhe jo e vogël. 33 vjeç është goxha mjaftueshëm, por problemi është që në ato kohë nuk paraluanin, sepse tani kanë filluar këto vitet e fundit, kanë filluar që shohim lojtarë si në basketboll, që shkojnë ke 39-40, por ka një gjë. Në ato kohë, në ato vite, ne luanim gati 40 minuta. Kurse këta sot luajnë 20-25, maksimumi 30 minuta dhe kanë shumë ndryshim. Megjithatë, edhe gjërat kanë ndryshuar, nuk është ky basketboll, më përpara luheshin 5-6 veta, tani duhet të luajnë 10 veta edhe skuadra ka minutazh që edhe të çlodhen. Por unë pata edhe një dëmtim në fakt që gazetarja e nxori, pata një dëmtim në gjuhë dhe ajo sikur e uli pak nivelin, sepse nuk mundet që të luajë edhe shumë pak luajtë dhe pastaj u troqa. E përjetuat largimin në atë moshë? Se ndoshta ndjeshit ende në formë për të luajtur, për dorë rezultate të mira. Po të më pyesësh edhe tani, unë edhe tani ndjem në formë. Absolutisht. Ndjesha në formë, por ka një gjë që sportistët kur luajnë sport mendojnë se do luajnë gjithë jetën sport, por nuk është ashtu. Duhet menduar, domethënë që mbaroj sporti, duhet menduar para kohës se çfarë do bësh në fushën e trajnimit ose të mësuesërisë, diçka të tillë, domethënë që të merresh me diçka, domethënë të më kapi në një kohë kështu pak si të paprgatitur, po themi. Megjithëse pastaj siç rodhën re, autoroqja edhe erdha pas në vitin 2001-2002, erdha ke Partizani për të qenë trajneri i Partizanit, me dëshirën shumë të madhe për të rikthyer, po themi,
traditën e Partizanit, por me kushtet merësisht të vështira, domethënë patëm shumë probleme, jo vetëm unë, të gjithë trajnerët, sepse qëllonte, por duhet në radhë parë të ishe trajner, të ishe menaxher, të ishe drejtues i ekipit. Shumë funksione, të merreshe me ushqimin, me fletjen, me blerjen e lojtarëve, domethënë një ngarkesë e papar, buxhete nuk kishim, domethënë falenderoj, ndoshta nuk është edhe vendi, por Atlantik më ka ndihmuar shumë, Dritan Çela më ka ndihmuar jashtëmase shumë që më dha një goxha hop dhe bëra një ndryshim shumë cilësor në ato vite, rreth 2 viteve 2000, ndoshta ishte skuadra e parë e Partizanit që krijuam një skuadër jo që blem lojtar, domethënë blem. Morëm lojtar nga skuadrat për t'i prishur, po krijova komplet një skuadër tjetër të re me dhe kjo foto sepse aty isha edhe lojtar më tepër për t'i ndihmuar nga eksperjenca, jo se unë kisha të shishje të duaja. Dhe aty krijova një skuadër, mora edhe një 2 lojtar amerikanë, një lojtar qelloj që ishte vërtet shumë i mirë, kështu që ajo ishte pjesa më e bukur, po me gjithë këto vështirësi nuk mund të bëhet sporti në atë mënyrë, edhe mentaliteti ishte akoma ndryshe dhe unë nuk... Që një lloj zhgënjimi, si thuash. Sinqerisht u zhgënjeva, domethënë, dhe u troqa. Ju vjen keq? Pa dyshim që më vjen shumë keq, por nuk jam shkëputur totalisht, sepse jam i angazhuar në televizion shtetëror, për kur jepen Euroleague, kampionatet kombëtare, bëjmë edhe emisionin që e kemi çdo javë, në emision për basketboll. Para se të nisnim bisedën, me shumë krenari po flisnit për Ermalin, edhe në ato pak gjëra që diskutuam njëri tjetrin, unë ndjeva që ju kishit një lloj krenarie për nipin tuaj me të drejtë patjetër. Ai e ka vazhduar atë traditën e familjes Kusha për ta ngritur sa më shumë lart basketbollin edhe jashtë Shqipërisë. Ai vinte që në moshë të vogël vinte në stolin e Partizanit, edhe duke që kishte shumë ego, kishte zhvillim, edhe kur dukeshe që ishte i gjatë, trup gjatë, kishte një ego të papar. Në fakt, e vetmja shkëputje ishte kur unë shkëputa, domethënë që luajta, shkova pak në Greqi dhe pastaj edhe në Maqedoni, dhe mund të them që, jo mund të them, por isha i vetmi lojtar shqiptar i viteve 80, që dola jashtë kufimit të Shqipërisë. Nuk besoj se e bëri njëri tjetër. Në fakt, atje kur isha në Maqedoni, mora lojtar, Dritan Mema, lojtar shumë i mirë, edhe i kombëtarë shqiptare, lojtar shumë i mirë që e kishte dhe me ndikimin tim personal, duke ditur vlerat, mora ke skuadra ku isha, që lueti dhe ai një vit, dhe pastaj Ermali në ato vite në 95-ën, Ermali duke qenë aq i zhvilluar se marrë një zhvillim, shkoi për në Turqi edhe jo vetëm që ne vazhdoi traditën që e kishim, por duke qenë që ishte një fëmijë i mrekullueshëm edhe shumë i mirë, edhe ai në ndikimin totalisht të teatrit, qoftë edhe timen, duke parë sepse ne patëm fatin që të luanim kundër njëri tjetrit. Unë me skuadrën e Maqedonase, me Orka Sport, ishim në një grumbullim në Bormën në Itali, edhe ai me skuadrën Fenerbahçe nga Turqia që sa kishte shkuar, domethënë atje, dhe ishim dhe kundërshtar. Domethënë ishte e bukur, domethënë, edhe në fakt në atë ndeshje edhe unë pata një dëmtim të vogël në dorë dhe nuk pata mundësi që të luaj, por ai pastaj pati një karrierë vërtet shumë, ka punuar edhe ai vërtet shumë, larg familjes që 15 vjeç, domethënë që vështirë që prindërit i lëshojnë, kjo është një sakrificë e madhe e Robertit edhe të shoqes. Kujt e ngjan më shumë në karakter, po them, në ato kërkesat që ka nga vetja? Ty apo të ati të vet? Ndoshta shpeshherë i ngjajnë edhe të afërmve, kështu që ndoshta ka marrë pak edhe nga ty. Po ta shohësh nga fizionomia, më ngjan më shumë mua, sepse Roberti akoma është i mbushur me flok. Ai ka nga unë, ka dhe mënyrën edhe, ka dhe qetësinë, domethënë, por është djalë me shumë karakter, është jashtëzakonshëm. Vjen shpesh, takojeni shpesh si... Po padyshim edhe para 2 javësh ishte, sepse ai jeton në Amerikë tani dhe është në Los Angeles Clippers, një menaxher i madh atje, dhe çdo sa herë vjen që ka punë në Europë, vjen padyshim 2-3 ditë këtu dhe patjetër që takohemi. Ai është bërë baba tashmë. Ai tashmë ka djalin një fëmijë angjëll, që edhe unë mendoj që edhe ai do bëhet si ose më mirë. Ka indicie të për basketboll. Po është 17-16 vjeç. Luan shumë mirë basketboll, domethënë, okej, shumë mirë me kuptimin e moshës që themi ne, por ne kemi, Roberti padyshim që edhe ai ka të vetat, domethënë,
ato edhe unë gjithashtu, me gjithatë ai pati një gjë që Ermali nuk e nisi me djalin e vet me Lukën, se Luka ka emër. Nuk e nisi basketbollin që në mosh fare të vogël, po i futi në sportet e tjera, por tani atiti ka hyrë në zemër shumë. Dhe tani s'ka çfarë të bëjë as Ermali, sepse është i shkëlqyer, është ekselent me shkollën, është shumë i mirë. Edhe mendoj që vetëm me shkollën, kurse ai tani është angazhuar shumë, padyshim, sporti nuk është pengesë asnjëherë për shkollat. Dhe po ecën mirë, tani me zi pres që të shkojnë për kolegje dhe pastaj ta shohin ndoshta në NBA ose në Euroleague këtu në... Do t'ishte fantastike në fakt. Jo vetëm për ju, për mbiemrin tuaj që do të vazhdoj këtë traditën e basketbollit, po besoj për Shqipërinë. Do t'ishte krenari sigurisht që ata ta vazhdonin këtë rrugë, ta tregojnë atë talentin e tyre që ne kemi parë që në vitet e para kur Roberti e nisi ndoshta këtë rrugën e basketbollit. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites për të ndarë këtë bisedë shumë këndshme së bashku. Ishte kënaqësi për mua dhe faleminderit. Ju falenderoj shumë. Ne kemi ardhur në fund të programit, ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne.